dhe të falenderoj që je në studio. Gjithmonë kënaqësi. Përshëndetje. Faleminderit shumë që je në studio. Unë jam shumë mirë. Rato, ti si je? Mirë, super, ka dhe zotit, perfekt. Pse kaq shpesh vjen në Kosovë? A i don Kosovën, a i don njerëzit, atë lidhe dhe pak puna me muzikën? E para, kom linë në Kosovë, kom jetu, jam rrit, jam shkollu në Kosovë. E dyta, pasi që kom hidhe me muzikën, jam shumë shpesh në koncerte, sidomos në Shqipëri, dhe punën me muzikë e bojna gjithë në Kosovë, regjistrimin e kongëve, videoklipit i bojna gjithë në Kosovë, Shqipëri. Kështu që për atë arsye, edhe familja. Po, të pyeta sepse plot kanë lindur, plot e duan Kosovën, por nuk janë shumë shpesh në Kosovë, kështu që ti i ke vizitat shumë shpesh, ta nuk përshon. Jo, shpesh, jo nuk pritoj. E du punën, e du edhe jetën, kështu që kur të dojsh të dy, a je gjithmonë full energji edhe nuk priton, apo kupton. Kjo orë që një javë në Kosovë si po kalon, apo ke mundësi me vizitu studio, me vizitu pak më? Po, subar, kom baru disa projekte, kom incizu disa projekte, edhe isha dhe i ftu me një koncert në Tiranë, kishtë organizu Bashkësia Tiranës, një koncert hip-hop, kulturës hip-hopit, shumë mirë. Një pritje fantastike, një pritje shumë e mirë, edhe pse nuk ishte koncert klabi, po ishte koncert kështu pak ma ndryshe, pak ma elegant. Sa është ma e vështirë kjo kur është ma elegant? Shumë ma vështirë, Shpendi. është ma përgjithsi? është ma përgjithsi, sepse në klab kuptohet që shkon muhabeti, edhe muzika që e bojën hip-hop në klab është ene, kuptohet edhe është ma ndryshe me knu. Kurse ku të me një koncert solo dhe e shenë njerës me eleganci, kravata, cilë ndoshta e kanë moshën 40, 50 ose 60 vjeqare. Nuk duhet jetë performanca si në klab, duhet jetë ma rafinume, duhet jetë ma... Duhet jetë pak ma skenike, tash, ku t'jenë sken koncerti është pak ma ndryshe, kupton, klab jena pak ma lugti, edhin që shkon klab, kupton, jena ma chill, edhe nuk nihesh keq, kurse koncert, duhet jesh pak ma elegant, me një fjallë, mund të mulazru edhe shumë se... Po, Berat, je lindur me muzikën, je rritur me muzikën, je lindur me vallëzimin, je rritur me vallëzimin, a je lodhë sa do pak nga kjo industri dhe nga kjo, sepse ne kemi pasur mundësi që të rrim bashkë shumë edhe kur kallëzën ti për prapa skena, dhe mënyra se qysh ka qenë atër dhe qysh rësa, do është komplet dy botat të ndryshme, por po të pyes, a je lodhë, atë ka konsumë pak? Shpendi, nuk ka karrierë, jo vetëm muzikore, po edhe çdo karrierë tjetër të mundshme si aktore, ku e dim gazetarë ndryshme. Gjithmonë është lodhja. Po dashnia që unë jam rrit muzikë të e thave që vetëm, me 12 vjetë kom fillu me vallëzim. Je dalë në skenë? Jem dalë në skenë, me 12 vjetë, e moj me anë shumë mirë, e kupton. Dhe pastaj vallëzimi, muzika jem pak në gjajshme, dhe unë kom qenë gjithmonë me estradë, gjithmonë prapa estradës, prapa këngëtarë ndryshme, na kena folë disa herë. Po tash pasi që hina vetë muzikë, punina ma mirë, më thonë drejten, punina shumë ma mirë. Çfarë po të bën mundje më mirë? Po i punina vetvetja, që ata që e du me bo kom drejtë, sepse për para si koreografi këngëtarëve, shumë më thonë, je koni kufizum, nuk e mujtë... Se ke pas prestigjin tëndë? Jo, se ke pas. Tash për shembull, tash e di qa du, e di qa bëj, edhe jem shumë i përgatit për skena, për çdo lloj skene, çdo që tjetë, edhe koncert, edhe klub, edhe... Ke qenë pranë këngëtarëve, po kur u bëre vetë këngëtarë dhe kur hyre vetë në muzikë, prej vallëzimit, a dul më mirë apo dul më keq, apo dul më ndryshe? Jo, thon drejtën, shumë më mirë. Më mirë. Shumë mdojnë tash si këngëtar njerëz, sikur si vallëtar, se nuk vlerësohet edhe vallëzimi shumë. Shumë e vërtetë. Sot ke klipet, shumë pak klipe kanë koreografi, shumë pak investojnë. Edhe kushton. Mos e rrës, se sonë merrti një grup vallëzimi profesional me një çmim që kom shkuar për para. Shumë e vërtetë. Shumë shkuar për një çmim shumë vogël, se ne kishim nevojë me dalë në skenë, me promovu, më kon pranë këngëtarëve që kishin namën atë kohë. Tash na bëu shumë këngëtar tash. Çdo i dyti artist. Tash këngëtar artist, e kupton. Apo ju mlodh pak, po thom drejtën, ku e gjen energjinë? Energjinë ku e gjen? Dashnive për muzikë. Okej. Veç dashnia, po më duket nuk më lën më lodh kurrë. Punina shumë mirë. Ka në lodhë, se unë edhe nuk fluturoj me aeroplan të edhin. Po e di. Krejt që a i bëjë ultimit i bëjë me kërë. Ta shlogaret. O shumë interesant, ka që shpesh vjen Kosovë dhe nuk vjen me aeroplan, asnjëherë nuk o thonë. Prej fillimit, unë e di, po për publikun, mund t'jetë një kuriositet shumë interesant. Gjithmonë, e ke pasur frikë aeroplanin, apo ka qenë një moment që ta ka determinu pak që mos multu me aeroplan? Shpende jo, ku multu disa arë. Ka ndoshta 20-30 herë që ku multu me aeroplan. Vetëm se ka 7 vite që këna pas një dridhjet letë në aeroplan, edhe për atyrshit dërë me tani
Nuk jam i përgatitur me thu. Po. Thëmë drejtën, kom anullu edhe shumë gjëra, kom anullu edhe koncerte në Shqipëri gjatë sezonit veror për këtë arsye, sepse me kerë, se me makinë të në Shqipëri më ka bërë. Me kerë, duhen 5 deri në 7 ditë me ardhë, me këndu, mu këthy, me aeroplan, përshka këtë aeroplanit i kom refuzu disa Po, dhe s'ki pas mundësi me mbrinë të gjitha, se ka shumë orë të thimë. Po, ka shumë. Për këtë arsye. Po, muzika rezultoi sukses shumë berat në karrierën tënde. Ke pasur bashkëpunime shumë të mira, bashkëpunime të cilat priten edhe medalë. Unë i di shumicën prej tyre, por zëti sa mundesh me zbulu për publikun, po përgjithësi si të pritën kolegët kur e kuptuan që Berati do të jetë konkurrencë me ta, po them kushtimisht, a? Po. Se konkurrencë është. Thëmë drejtën, unë i falenderona shumë Sonit, Soni Malajt, edhe përshëndes shumë edhe Stinën gjithashtu, edhe Big Bastën gjithashtu, edhe Vesa Lumën gjithashtu, se jena të bëni projekt. Në rregull. Shpresoj shumë shpejt kena edhe me lansu. Do me thonë, Berati u desht me rikthy Vesa Lumën, sepse mungoj shumë në industri. Po tash rikthejet me mua, jo nuk e di, po na kena një projekt, kur e kom thirë edhe Vesen, kena bisedu, i kom thonë, po kom qef me ty me bëni një projekt, e kom një projekt shumë të mirë. Ajo Çka tha? shumë shpejt ka reagua dhe tha po me shumë qef Benito, do e bëjmë një sam bashk. Ja kom propozu projektin, edhe tekstin e ka shkru Big Basta. E kena të gatshëm, për presë edhe Vesa kur o gati, sepse për momentin është pak e zonë. Big Basta është me një emision televiziv. Edhe të dy t'jeni prem tash? Edhe Vesa është për momentin vetë veç me djallin. Edhe nuk përdu me shtresu, po përdu me leon pak... Me rjedh vetë? Po. Mendoj që shuri, Vera mendoj që do të lancë. Okej, po këj projekt me Vezën do t'i prapri një albumit, do t'i prapri një EP, diçka të vogël? Une kom shumë kongë, kësha mujtë albumin veç me finalizu. Mi kemë shumë disa për i tëre, po? Po, këto kongë të vjetra që e kom bo nuk përdu gjitha mi fut në album, përdu jem të bënu kongë të reja, projekte të reja, dhe jena edhe me Besa Kogdhimen të bisedu për një projekt. Këto nuk e kom full ma heret, po me Besen, du gjithëshish edhe me ato me bo një projekt, so e ka një zonë shumë të veçantë. Unë e shpendi gjithit gjithmonë do këngëtara pak që kanë karrierë, se edhe ashtu i vlerësoj, Vesa Luma, kuptohet. E njojmë gjithë, ka që një ndër këngëtarët më të para, më të mira, pas një pauze që ka bo, shpresoj që letë rikthejet me mu, edhe isha konë shumë i lumëtër, po ishë rikthej me mu. Edhe Besa Kogdhimen gjithashtu e vlerësoj shumë, edhe e kom ftu, jena të fol, jena të e gjetë momentin, sepse që, do të me bu diçka shumë mirë edhe të veçantë ose heq. E kështu që po i presim çdo moment, cilin edhe na njihemi dy të mirë, unë ose bashkëpunëtorja jam, ose bashkëpunëtori, të shojmë. Të shojmë. Okej, unë jam shumë kurioz. Koncertet nuk mungojnë, një prej tyre më përmende edhe tash, po ka dhe diçka prej koncerteve që në vazhdimje duke u përgatit, apo jo? Sepse po him drejt muajve që ka më shumë aktivitete, Berat. Po, gjithmonë ma i kërkum, po jam në jug Shqipërisë, gjatë sezonet kore gosht. A ke mujt me e kuptu pse? Nuk e di, jo s'ku mujt. Thom drejtën, unë shumë pëlqena në Shqipëri. Jam edhe në top listat në 100 kongë më të mira në Shqipëri. Po të top list e ka shumë, po top list. Jam që 4 javë me kongën bombë, në 10 që më të mirën. E pse atje... Nuk e di, edhe kur qëkoj atje pritjen edhe gjdo... Qëtash kur isha në koncert në Tiranë, dëllësha kështu me pi kafe, shumica kërëve me muzikë, me kongën tam të punit, edhe unë isha shumë mirë, isha në lokale, dëgjesha kongën tam, kështë edhe asi që nuk më njofte që unë kjo që ndoshta veç i ka pëlqyja, kupton. Se din Shqipnive, vetë thjesht, por jedhë kështu, nuk e di pse. Po mdojnë thjesht. Po do shta ka dhe më shumë njerës, kur ka më shumë njerës në një vend, rrjedhimisht ka dhe më shumë shi, edhe pas ta njerëzit e gjenë vetën më shumë. Kosovë janë bërë shumë momentalisht, dhe publiku pak së është konfuz, si qka të pelqej, qfar nuk të pelqej. Sot TikToku për determinon një sukses një këngë, nuk për të pyet TikToku se sa vite karierë ke, vetëm sa kënga virale po është për TikTok, kështu që është një treg i shturur momentalisht që është shumë shtirë me rana audiencën e duhur, Berat. Shpendi TikToku pa ka qenë negativ për artistat. Po dhe pozitiv. Edhe pozitiv, po negativ, se në TikTok po bojnë virale edhe sanët që s'ja vlenë. Si janë për viral, po. Apo kupton? Kualiteti. Po. I një këngëtares, tash me krahasu një këngëtare tonë, nëse një këngëtare që ka karierë 20-30 vjeqare, lancon një kongë shumë të mirë, po në TikTok është zero. Po. Edhe del dikush tjetër që se kem po kur, edhe nuk ka najfar kualiteti kongë. Po. Apo kupton edhe... Edhe hinë viral edhe ta Po jetë super hit. Si më kunaj atyna.
Krejta që e gjojnë vetën, kudo që e gjojnë edhe çdo që e gjojnë vetën, bravo. A më tash t'i dallojna pak muzikën kualitative me muzikën e... Po mendoj që publiku, pavarësisht TikTokut dhe sa shumë është thurur rrjetë, publiku e kupton shumë mirë. Kur një këngë është kualitative, kur një këngë është një projekt që është investuar më shumë, mendoj që publiku është i vlerësues shumë i sinqert. E ka bo pak lugë TikToku këtë muhabetin. Se një këngë profesionale nuk bëhet me një mjera. Një këngë profesionale bëhet 5.000 edhe përpjet. Që i bjen profesionale, qofse do një këngë profesionale, edhe me vleftë. Po TikToku i ka bo pak sanet lugë kështu, si pas me e tash, nuk e di, nështë ta jam gabim, unë, shpresoj që mos jam gabim. Po, në rregull. Sa po kem mundësi me balancu jetën si prind berat edhe në muzikë? Më thuaj pak, është e vështirë, sepse sidomos e ke një vajzë edhe vajza po shkon drejt një moshe shumë kritike që duhet një kujdes shumë i madh investim, unë e di që kravi teatr është bashkëshortja, po për ty sa është problem që me bë këtë balancë? Unë jam edhe shumë familjar. Je shumë? Ti e di pak a shumë Je shumë familjar. Jam edhe shumë familjar edhe ja kushtoj shumë familjes. Edhe jam gjithmonë për ta aty, edhe pse kam përkrojnë maksimale pe familjes, pe besës, pe aurorës, pe momit, pe gjithve familjarve, Edhe gazetarë me që ki shumë? Shumë. Njënin për ty në deshta me përshëndet, Amirin deshta me përshëndet shumë, gjithashtu edhe ty. Me juve nifem shumë mate, ju nifem baka shumë edhe sa punëtori jam më qabaj. Është interesant që showbiznet dhe karriera në muzikë nuk të ka prish heq. Kur pa them nuk të ka prish, pa them kushtimisht, se njerëzit ndryshojnë, e rritin mendje, njerëz që i kanë ndihmuar në fillim nuk i njohin, nuk i mbështesin, kemi shumë raste, ti e din më mirë se unë. Po te këty nuk ka pasur ndonjë rol shumë të madh. Shpran përkundrazi kom kanë herë kritika për njerëzve që rri me ta shpukin erë më mor me gjithkohë. Edhe jam për një me kësi tipi, edhe në Instagram më shkruajnë se ta shte, s'mosh me nalë dikon më të deshtë, më të adhuru, më kuptanë si edhe ma fakta që mundet me bësh me këthy dashurin. Edhe unë jam qësi tipi që për në me mos me këthy një mesazh, ose një koment, njëna pak, atin që po ofendoja, po ku e di në një ndoshta aj keq për shkak temin, edhe jam asi tipi që ja kushtoj gjithkujna. Edhe në rrugë, edhe ku t'hi me pi kafe, derisa t'una me pi kafe në shkon gjithore të fol me njerëz. Se i respektoj gjithë. Kësi tipi jam, nuk ka që më ka ndryshu, nështë ta nesër, edhe pse si jam kërkushi, po nështë ta nesër, mas nesër jam shumë ma lartë, edhe nuk ka që ndryshon. Jam i njëjti gjithmonë. Po një vërtet që pak njerëz e kanë, sidomos këtë industri, kështu që më bëhet shumë qefi që e ke. Ne patjetër që do të kemi bisedat e tjera, se ka që kisha minutar, sa i përket kësaj bisedet dytë, po të pres më album. Më the që me Vesën do tjetë, nuk e di, do doja shumë që të kisha me Vesën në studion kanape, po të shohim se si do të rrjedhin këngë. Kur të përfundojna, projekti, shpresoj që edhe Vesa pranon, edhe vina bashkë. Rregull, berat faleminderit shumë që ishe në studion. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Bashkë me